All rise. Sekretarja, të gjithë më këmbë. Be seated. Gjykatësi mund të uleni. Before we start, please. Përpara se sa të fillojmë, do ju kërkoj të gjithëve që të mos kemi njoftim nga telefonët tuaja, se mos ketë zhurma zilesh, kështu që do ju kërkoja që të fiknit telefonat ose t'i kalonit ato në silence. Ju lutem silleni dëshmitarin në sallë. Mr. Misitich, Zoti Misetish thotë që do ketë 20 minuta të tjera pyetje, ju lutem dëgjoni dëshmitar. Misetish, faleminderit për gjykatës. Në fakt, mbase kam pak kohë se saq. Zoti Ruben, dje gjykatësi me ju bërë një pyetje që kishte të bënte pak a shumë me faktin në qoftë se juve nevojitet që të shikonit urdhra dhe raportet brendshme për të kuptuar se kush ishte përgjegjës. A ju kujtohet kjo pyetje, dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, kjo është dita e tretë e dëshmisë suaj. A ju kujtohet nëse ndonkush në çdo kohë, përfshirë dhe gjatë kohës kur keni thënë dëshmi këtu, ju ka treguar një urdhër të lëshuar prej Hashim Thaçit nga krahu ushtarak i UÇK-s? Përgjigje jo, nuk kam parë asnjëherë gjë të tillë. Pyetje, a ju kujtohet ndonjëherë që ndokush duke përfshirë dhe gjatë dëshmisë tuaj këtu, Is the court reporter here? transkriptuesi duke sikur nuk është në sallë? Without the court reporter, apparently. Duket sikur kemi filluar pa transkriptuesin. Life. Gjykatësi ka fikur mikrofonin, nuk e ndjekin dot përkthyesin. Shall I start again, Mr. President? Misetish, filloj dhe një nga fillimi, gjykatësi mikrofoni është i fikur. Do fillojmë dhe njëherë nga e para, zot Rubens. A ju kujtohet që dje gjykatësi me ju bërë një pyetje ku ju sugjeroi që
Juve ju duhej që shikoni turtat e bëshëm dhe raportimin e brendshëm për të kuptuar se kush ishte përgjegjës. Ju kujtohet kjo? Përgjigje po. Pyetje, kjo është dita e tretë e dëshmisë suaj. A ju kujtohet nëse ka pasur ndonjë person në çdo kohë përfshirë të gjatë kohës së dëshmisë tuaj, t'ju ketë treguar ndonjë urdhër të lëshuar prej Hashim Thachit për ndokënd në krahun ushtarak të UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje, a ju kujtohet ndonjë person në çdo kohë përfshirë të dëshminë tuaj këtu përpara trupit të gjykues, ju ketë treguar një raport që është dërguar në krahun ushtarak të UÇK-s prej Hashim Thachit? Përgjigje jo. Pyetje, a e dini se ku ka qenë Hashim Thaçi, nëse Hashim Thaçi ka qenë në Kosovë gjatë gjithë kohës në periudhën nga nëntori 98-s deri në qershor të 99-s, pra në 19 qershor të 99-s, përveç kohës kur ju keni komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë me të? Përgjigje, nuk kam qenë në dijenin të lëvizjeve të tij, por besoj që kur kam folur me të ai ka qenë në Kosovë. Pyetje, ju keni folur me të në Rambuje? Përgjigje, po them gjatë kohës së bombardimit. Unë mendoj që gjatë asaj kohe, sigurisht e kam parë në Rambuje, kam parë në Paris dhe në Kosovë vetëm. Pyetje, nëse ai ka qenë në Kosovë për pjesën më të madhe të kohës, si do kishte ndikim kjo mbi përshtypjen tuaj që të nderuar gjykatës kundërshtoi këtë linjë pyetjesh sepse dëshmitari tha që nuk e dinte se ku ka qenë zoti Thaçi. Gjykatësi u lën bëjnë ndryshe pyetjen. Misetiç, ju bën shumë pyetje lidhur me autoritetin de facto që keni pasur dëshmitar. Përgjigje, po, më kujtohet. Pyetje, në rregull. Pyetja ime është kjo. Nëse ai nuk ka qenë në Kosovë për pjesën ndërmuese të kohës, përveç bombardimit të NATO-s, a do ndryshonte kjo përshtypjen tuaj për autoritetin e zotit Thaçi sa i takon raportit të tij me krahun ushtarak të UÇK-s, apaç nuk ka bazë kjo pyetje, sepse pyetja është hipotetike, sepse dëshmitari tha edhe më përpara që nuk e dinte se kur ka lëvizur zoti Thaçi. Gjykatësi vazhdon përgjigjur. Dëshmitari do kishte ndikim mbi përshtypjen time. Pyetje, si do kishte ndikim mbi përshtypjen tuaj? Përgjigje, do konfirmonte më tepër pikpamjen time që ai nuk ishte udhëheqësi ose lideri i krahut ushtarak të UÇK-s. Pyetje. Një pyetje të fundit. Kjo lidhet me diçka çfarë ka thënë ambasadori Hill. Do ju tregoj një dokument dhe do ju pyes më pas nëse ju pajtoni me atë çfarë ka thënë ai. Dokumenti është DHT 09232 deri në DHT 09350. Ju lutem paraqiteni në ekran. And just to orient you, Për t'ju orientuar, bëhet fjalë për një intervistë të gjatë që ambasadori Hill ka thënë në vitin 2002. Një intervistë dhënë 23 vite më përpara. Të kalojmë në faqen DHT 09230. page, just to give you an orientation. Sa për t'ju orientuar, dua t'ju them që në këtë faqe ai përshkruan periudhën midis Rambujes dhe Parisit. Pyetja që i bëhet atij nga një person që quhet Blerim Shala është kjo. Lojtari kryesor këtu ishte Thaçi. Kur keni shkuar në shtabin e UÇK-s, ju keni gjetur pak a shumë persona që kishin një humor pozitiv, apo jo? Ambasadori Hill thot, po e kam ditur që ka pasur një ndjesi pozitive. Por pyetja ishte se ku ishte Thaçi. Shala thot, gjatë kësaj periudhe, Hill thot, nuk e di në qoftë se ju kujtohet, por senatori Doll pyeste vazhdimisht që ku ishte Thaçi. Ata i thonin që Thaçi do kthehej në Kosovë, por në atë pikë ishte shumë e qartë për mua që Thaçi nuk ishte asnjë lloj komandanti kryesor. A pajtoni ju me këtë çfarë ka thënë ambasadori lidhur me pozicionin e zotit Thaçi në atë kohë, pra në vitin 1999? Përgjigje, absolutisht pajtohem me të. Zoti Thaçi nuk ka qenë asnjë lloj komandanti kryesor. Edhe unë e të njëjtit mendim jam.
Misëtisht nderuar kryegjykatës, do doja që dokumentit pranohet në prova materiale. Dokumenti ka numrin DHT-09320 deri në DHT-09350. Faqja që duhet të pranohet konkretisht është DHT-09320. Gjykatësi kundërshtime, kemi kundërshtim lidhur me kontekstin. Avokati e dha kontekstin për procesin verbal, por nga ana tjetër për ne është e rëndësishme që të jepet konkretisht konteksti sepse nuk e dim se çfarë lidhje ka kjo pyetje. Misëtisht nëse doni mund të kthehem me faqeve më përpara, domethënë mund të kërkoj pranimin e faqeve pararendse për të dhënë më shumë kontekst. Gjykatësi në rregull. Paçën rregullat e jemi dakord me këtë. Gjykatësi dokumenti DHT-09318 deri në 09320 pranohet në prova gjyqësore. Sekretarja do të jepet numri i provës 1D374. Gjykatësi Smith, faleminderit, mund të vazhdoni. Misëtisht, zoti Rubin, nuk kam pyetje tjera për ju. Ju falenderoj shumë për kohën që na dedikuat edhe për faktin që erdhët në Hag. Faleminderit zoti kryegjykatës. Dikson, të ndëruar gjykatës, kam dhe unë disa pyetje, disa çështje për të trajtuar me dëshmitarin. Me që kuptoj unë, siç ka qenë rasti edhe me dëshmitarit e prokurorisë, ne kemi të drejtë të bëjmë pyetje që kanë të bëjnë me pyetjet e bëra nga gjykatësit. Gjykatësi Smith, po, mund të vazhdoni, por duhet të thjesht të bëni pyetje që rrjedhin ose burojnë nga pyetjet e gjykatësve. Dikson, kam disa pyetje për ju, të lidhura me pyetjet që më bërë djele sot. Gjykatësi Metro ju bëri një pyetje për proces verbal, kjo pasqyrohet në faqen 150 të transkriptit në kohë reale. Do e përmbledh pyetjen dhe besoj që përgjigjja mund të mjaftojë me një po ose jo prej jush. Dhe në qoftë se ajo që do të them unë, duke ju referuar pyetjes, nëse nuk është e plot, mund ta plotësoni ose mund ta shtilloni atë mëtej. Sipas mendimit tuaj, nuk ka pasur qeveri të përkohshme të Kosovës dhe shtab të përgjithshëm për të folur dhe të gjithë antarët pretendonin të ishin antarë të subjekteve ose të strukturave që nuk ekzistonin. Dhe ju thatë që ajo nuk ngjante asgjëje. Nuk dukej sikur kishim të bënim me një ushtri të organizuar me shtat përgjithshëm dhe për këtë arsye ishte vështirë që të merreshin armë nga perëndimi. Dhe ju thoni mëtej që kjo ishte një gjë e duhur nga një grup i tillë për ta përshkruar veten sikur ishin më të organizuar se sa që ishin faktikisht. A ju kujtohet që jeni përgjigjur kështu pyetjes së bërë nga gjykatësi Metro dje dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje: a është e saktë, zoti Rubin, se dëshmia juaj është që personat e UÇK-s i referoheshin një shtabit përgjithshëm ose i referoheshin brigadave dhe zonave, por në fakt çështja me cilën ju haseshit dhe po trajtonit ishte në qoftë se kishte strukturat organizuara siç duhej ose siç paraqiteshin këto struktura. Ndërkohë që ju thatë që thjesht zmadhohej ose egzagerohej realiteti prej tyre. A keni thënë kështu dje dëshmitar? Rubins, po. Pyetje, tani do kaloj tek një pyetje që ju bë sot në mëngjes nga gjykatësi Gainer. Pyetja është pasuruar në faqen 8 të transkriptit në kohë reale të ditës së sotme. Nga dëshmia që keni dhënë gjatë 2 ditëve të fundit, gjykatësi Gainer thotë që ju keni arritur në përfundime të caktuara sa i takon strukturës dhe sa i takon sistemit kontrollit dhe komandës në UÇK, kryesisht për shkak të bisedave që kemi pasur me udhëheqësit e UÇK-s në Rambuje dhe si rezultat i 3 ditëve ose 72 orëve që ju keni shpenzuar në Kosovë në verë të vitit 1999. A është e vërtetë kjo? Ju thoni po. Më pas ju bëhet pyetja tjetër lidhur me dokumente që ju mund të keni parë. Unë nuk do ju bëj pyetje lidhur me dokumente se e di që është një temë sensitive. Megjithatë, më tej në dëshminë tuaj ju thoni në transkript në faqen 11
që unë isha dikush që kisha kompetenca të jashtëzakonshme të dhëna nga sekretarja Albright dhe nga presidenti. Në qoftë se unë kërkoja të merr informacion të caktuar, nuk më mohoj asnjëherë informacione. Gjatë punës time, unë kam rishikuar dhe kam lexuar sa më shumë informacion sa kam pasur mundësi. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje. Tani dua që t'ju referoj paragrafin 11 të deklaratës tuaj dhe në ditën e parë të dëshmisë tuaj ju keni thënë që në 98, në 99 ju keni parë të gjitha informacionet që ju kanë ardhur përmes kablogrameve, informacion inteligjent dhe informacion nga media. A keni thënë kështu dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, a kam të drejtë unë të them që dëshmia juaj është nga të gjitha përvojat tuaja në atë kohë, nga të gjitha takimet tuaja dhe se rezultati i gjithë rishikimit materialeve që keni parë, keni lexuar, keni shqyrtuar, pa u futur në shumë hollësi në disa dokumente për shkak të arsyeve që ne e dim. A është e vërtetë të thuaj që ju nuk keni parë asgjë në këto materiale që tregonte që UÇK-ja të ishte një forcë e mirë organizuar ushtarake me një strukturë komande vertikale, por në fakt e kundërta ishte vërtet që ishte një strukturë e pa organizuar dhe që anëtarët e saj thjesht egzageronin mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të saj. Përgjigje është një përmbledhje e shkëlqyer sa çfarë kam thënë. Diksa nuk kam pyetje tjera. Gjykatësi Smith, faleminderit. Dëshmitar, faleminderit që ishit me ne. Ky është fundi i dëshmisë suaj. Ju falenderojmë edhe një herë që ishit në sallë dhe nuk keni më detyrime të tjera para gjykatës. Dëshmitari, faleminderit dhe juve dhe dëshiroj të them që ka qenë privilegj për mua të jem këtu. Pavarësisht që zgjati pak si shumë, është një kënaqësi e madhe për mua dhe është një përdorim shumë i rëndësishëm i kohës time. Dhe është shumë e rëndësi për mua që isha këtu dhe ju thash mendimet e mia dhe thash dëshminë time në këtë çështje. Gjykatësi Smith, faleminderit edhe përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, faleminderit për ndihmën edhe për faktin që ishit me ne sot këtu. We'll take about a 10-minute break and then we'll be ready. Tani do bëjmë një pushim për 10 minutash, pastaj do thrasim dëshmitarin e radhës. A mjafton kaq kohë? Nëse ti po. Po, besoj që dëshmitari është këtu, pra shkoj sa dëshmitari është në sallën e pritjes, nuk besoj të kemi problem që të rifillojmë për 10 minuta. Gjykatësi mikrofoni i fikur. Sekretarja të gjithë më këmbë.